illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Gjelle Gjelaluhu në bekoj neve si ummet për të qenë pasuesit e profetit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E nuk ka dyshim se puna e tij si pejgamber për të cilës i mesazhit dhe porosive të Zotit nuk ka pas një moment që ka qenë dita e fundit, që është në momentin e parë që urdhrohet nga Zoti nëpërmjet Xhibrilit Iqra, ka vazhduar me këtë mision deri në momentet e fundit të jetës tij. Dhe këtu ne do të ndalim për disa momente me porositë e fundit të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht bëhet fjalë për fundin e jetës së tij, që u vure dhe mungesa e tij e madhe në xhami sallallahu alaihi wasallam, nga që ishte rënduar, sidomos kur bëhet fjalë për 9 ditëshin e fundit të jetës së tij sallallahu alaihi wasallam. Derisa një ditë kur po dilte për në xhami i bjerë të fikt, i hodhën ujë, erdhin vete. Pastaj kur bëri të çohej prapë i ra të fikt. Dhe kjo ka ndodhur disa herë. Dhe pastaj dolin hutbe, një ungjit minber. Dhe i drejtohet njerëzve duke thënë: "La'allakum takhafun alay." Me sa kuptoj unë, ju ka marrë frika për mua. Thanë: "Naam ya Rasulullah." Thanë: "Po, pejgamberi i Zotit." Thanë: "Po, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam." Kurse unë tha kam frikë se mas vdekjes time do t'ju çelet dynjaja, e do të garoni, e do të konkuroni mas dynjas, e do t'ju shkatroj dynjaja ashtu si ka shkatruar njerëzit që kanë qenë përpara jush. Pastaj tha: Allah fi salah. Friksojnë e Zotit në çështjen e namazit. Friksojnë e Zotit në çështjen e namazit. Friksojnë e Zotit në çështjen e namazit. Pastaj tha: "Ya ayuhan nas, ittaqullaha fi nisaikum." O njerëz, friksojnë e Zotit në çështjet e grave tuaja dhe mos ju bëni atyre pa drejtësi. Pastaj tha: "Inna abdan min ibadillah khayyarahu Allah bayna ma indahu bayna ad-dunya wa bayna ma indahu fakhtara ma inda Allah." Njëri për robët të Zotit i erdhi e drejta e zgjedhjes për të zgjedhur çfarë ka ke Zoti apo çfarë ka kjo dynja, dhe ai zgjodhi atë që ishte tek Zoti. Në atë moment Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu filloi të qante dhe kuptoi se kush ishte mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faqala bal nafdika bi anwalina wa arwahina wa ahlina. Tha pejgamberi i Zotit: "Jemi gati të bëjmë kurban për ty çdo gjë, vetëm ti mos na largosh nga kjo botë." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Awakumullah." Zoti ju mbrojt. Hafidhukumullah. Zoti ju pas në kujdes. Nasarakumullah. Allah ju ndihmoft. Sabbatakumullah. Allah ju bëft qëndrueshëm në këtë fe. Ayyadukumullah. Zoti qoftë me ju. Dhe filloi zbriste nga minberi. Dhe në momentin që zbriti nga minberi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Aqra'u as-salama ala ummati min ba'di ila yawm al-qiyamah." Çojeni selam umetit tim që do t'i takoni deri në ditën e gjykimit.